shqiptarë në Gjermani edhe atë nga vetë kancelarja Angela Merkel. Paka shumë që ishin shifrat konkrete, kështu që e vinin në sipërfaqe se si është situata tamam me shqiptarët në përgjithësi edhe me Republikën Federale të Gjermanisë. Po çka ndryshon në raportin kur iku në thojza zonja Merkel, erdhi zoti Scholz për një periudhë të shkurtër dhe dorëzoi shtafetën tek Friedrich Merz. Po, faleminderit, kushtrim është e vërtet, kemi punu shumë me, ta them ashtu, ta instalojmë narracionin e interesit gjerman dhe shqiptar të Kosovës, dhe kemi në një forma tjetër e kemi instalu, sepse edhe pasarsim që është ambasador në Berlin dhe bën punë të mirë, punë shumë serioze, edhe pse s'jam kontakt me të, por e di nga miq gjerman, nga zyrtar gjerman, mboni shumë për... jeti ambasadori, po. Po, edhe domethënë e përcjellin natyrisht pasivisht punën e tij, edhe mboni përshtypje mram në pritjen e organizuar nga ambasadori i ri gjerman në Prishtinë, ku ishim plot mysafir të pranishëm që domethënë edhe de facto është instalu edhe në institucionet gjermane si pjesë e narracionit ton të përbashkët prania kaq masive e shqiptarëve të Republikës Kosovës. Bile ambasadori i mram, pas fjalimit i thash i shtova apo vërtet, se tha janë dikun rreth 600.000 Kosovar, rreth 600.000 Kosovar, pikërisht domethënë ndërkohë, në të thonë se preferoj këtë Kosovar, shqiptar të Kosovës, edhe buzëqeshi tha, po duket që po, aty jemi të 600.000, domethënë, e këtë e kemi instalu, është e rëndësishme unë, si që din edhe ti, se nuk duam të kthehemi shumë në histori, kam shërby si ambasador në kohën kur ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ishte i dërguar i posaçëm i presidentit për dialogun Richard Grenell, dhe ka qenë një periudhë jo e lehtë, një periudhë interesante, kemi pas marrëdhënie serioze të punës. Për Grenell kam pyetje të veçanta, por dhe zakonisht jo, duhet vite një pikë shumë e rëndësishme sepse futem vërtet te tema jote është Grenell ka pas natyrisht Ballkanin, po portfolio e Gjermanisë. Dhe zakonisht domethënë unë si përfaqësuesi i një shteti të vogël dhe politikave shtetërore të presidentit Thachit, kryeministit Haradinajt, kryetarit Veseli, zakonisht me talje qoftë autoriteteve gjermane, ashtu edhe amerikanë gjithmonë u kam thënë, shikoni, ne jemi në një situatë, nëse ju keni fërkime, ne jemi në një situatë shumë komforte. Si mendoni komforte? Po shikoni, Gjermania për neve është shtëpia jonë. Amerika është familja jonë. Ne nuk mund zgjedhim mes familjes dhe shtëpisë. Domethënë është edhe një lidhje natyrore që e kemi, domethënë lidhja emocionale që e kemi me jo vetëm sponsorin, por edhe bërësin e shtetit të Kosovës, ajo është Amerika, por fakti është po ashtu që Gjermania është shtëpia jonë, çdo i pesti shqiptar i Kosovës jeton në Republikën Federale të Gjermanisë. Çdo i pesti shqiptar i Kosovës jeton. Është e madhe, por kështu që në këtë drejtim duhet vite esenca e pyetjes kushtrimi dashur është shiko, qeveritë shkojnë dhe vinë, por janë dosjet që vazhdojnë. Natyrisht që dosjet që mbesin. Pikërisht dhe vazhdojnë të funksionojnë. Ne kemi një vetëm nëse flas dhe them Berlin Process, në cilin edhe ti si gazetar ke qenë në disa samite, procesi i Berlinit i ngritur nga kancelarja Merkel, i cili këtë vit do të shkojë nëse s'gaboj në Irland, dhe ne kemi pas një situatë kur kancelarja Merkel ka qenë vërtet e fokusuar në Kosovë, sidomos Kosovë-Serbi. Kancelari Scholz po ashtu ka qenë vërtet i fokusuar në sidomos në çështjen e dialogut
Pikërisht,